Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të nisur maratonën e ditës së sotme. Fillimisht njëherë dua t'ju paralajmëroj se sonte në orën 21 në Talk Show me mua do të jetë i ftuar advokati Zaçe Islami, me të cilin do të flasim mbi rregullat të thyera brenda shtëpisë së Big Brotherit, cilat janë sanksione që në fakt mund të vinë televizionit dhe çfarë pritet që të ndodh. Në këtë video dua të komentoj pak lajmet e fundit, do të thënë deri diku e qelluam, por deri diku edhe nuk e qelluam. Chiara Tito, rikthim në televizionin Top Channel, Arjan Konomi dhe Francesca Murati, pjesë e klubit të fansave. Chiara si moderatore, Arjani në këndin e opinionistit, do të thënë na ka kthyer pak në nostalgji, le të themi, edhe në këtë mes do të thënë është Francesca Murati. E çuditshme, besoj që edhe për ju është e çuditshme, tani nuk e di në qoftë se emisioni Mirëmbrëma Hyje ka qenë le të themi në sinkron me televizionin Top Channel që të promovoj ato njerëz në fakt të cilët folën fjalët më të këqija, sepse për shembull Arjan Konomi aty ka dhënë një deklaratë që mua më kanë hequr nga televizioni Top Channel sepse unë bëra një postim në Facebookun tim, një postim në fakt që u shoqërua më pas me një kërkesë nga ana e presidentëve, që në këtë rast më thënë është Lori, Sara, Zonja Vjolca, të cilët kërkuan që ta heq dhe më pas unë nuk e hoqa dhe ndodhi kjo e madhja gjë që mua më hoqën, më shkarkuan nga televizioni Topit, sepse Arjani ishte edhe opinionisti përputhen, edhe opinionisti Big Brotherit, do të thënë ka patur një rol të rëndësishëm. Por çuditërisht, nga momenti që Arjani foli tek emisioni Mirëmbrëma Hyje, do të thënë goditi televizionin Top Channel, televizioni Top Channel siç duket po vepron ti me gur e zemër unë me buk. Do të thënë televizioni Top Channel e merr dhe pozicionon në këndin e opinionistit, që në fakt është e befasishme se çfarë po ndodh. Para se në fakt Arjan Konomi të del si opinionist, Arbana Osmani doli tha që unë kam ndërtuar miq, kam miq, ndërto përfshir përmendi edhe Ledionin. Tani, kjo lufta e hapur virtuale mes Arbanës edhe Ledionit, apo mes Mirëmbrëma Hyje dhe Big Brotherit apo televizionit Top Channel, është një luftë e vërtet apo është e gjitha një formë marketingu që Arbana dhe Ledioni rrisin emisionet e tyre dhe nuk ka asnjë mes të thyer në këtë mes. Do të thënë në shumë e çuditshme kjo që po ndodh, unë në fakt jam befasuar, besoj që dhe ju jeni befasuar që zoti Konomi do të jetë pjesë e opinionistit në klubin e fansave, por gjithsesi do të thënë është pritur me shumë dashuri. Do të thënë rikthimi i tij, siç duket publiku e do, sepse është edhe i drejt për drejt në komentet dhe në mendimet të cilat i jep. Në anën tjetër kemi Francesca Muratin, e cila njihet për mënyrën se si i jep opinione, do të thënë janë dy opinionistë të prerë, të ashpër dhe të egër, por në anën tjetër kemi dhe Chiarën si moderatore, do të thënë një besueshmëri jashtëzakonisht e madhe nga televizioni Top Channel për Chiarën tonë të dashur. Unë shpresoj që në fakt të jetë një ndër edicionet më të bukura, jam i bindur që do të krijohen meme pafund, nuk dyshoj fare në përzgjedhjen që kanë bërë dhe sigurisht do të jetë një nga klubet e fansave që do të ketë një viralitet jashtëzakonisht të lartë në rrjetet sociale. Do të thënë zyrtarisht deri më tani, edhe pse në fakt na ndajnë 2 ditë realisht nga nata e madhe që do të starton Big Brotheri, Chiarën, Arjanin dhe Franceskën i kemi zyrtarisht, do të thënë nga televizioni Top Channel që do të jenë pjesë e kësaj platforme.